Po shkon drejt fundit projekti për rikonstruksionin në total të godinës së drejtorisë së veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve në Vlorë, siç mund të ndiqet edhe nga pamjet e filmuara nga televizioni 6+1 Vlora. Kjo godinë e kësaj drejtorie ka marrë një pamje krejtësisht të re, ndryshe nga më parë. Po flasim këtu për një institucion i cili prej vitesh funksiononte mes amortizimit te i normave të lejuara, duke mos ofruar kushtet e duhura, jo vetëm për personelin, por edhe për personat që shkonin në të për të marrë shërbim. Vlen të theksohet fakti se ky është një projekt i financuar nga buxheti i shtetit, i cili ka vendosur në dispozicion një fond të përcaktuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për ta rikthyer në një godinë me kushte bashkëore këtë drejtori rajonale në Vlorë. Siç mësohet, sipas informacioneve të siguruara nga 6+1 Vlora, nga funksionar të kësaj drejtorie, fondi i cili është akorduar për realizimin e projektit është 19 milion euro, së bashku me TVSH. Sipas informacioneve mësohet se pjesë e projektit ka qenë fillimisht rikonstruksioni i plot i fasadës së jashtme të godinës, e cila është veshur me sistem kapot për të garantuar ruajtje të temperaturës dhe kushte sa më të favorshme. Pas përfundimit të veshjes me sistem kapot dhe suvatimit të fasadës së jashtme, është kryer aty edhe lyerja, duke i ndryshuar pamje. Gjithashtu si pjesë e projektit ka pasur ndërhyrje në ambientet e brendshme, ku janë ndryshuar të gjitha dyert dhe dritaret, të cilat janë vendosur edhe ato të reja. Është instaluar gjithashtu sistemi i ri i ndryshimit, teksa godina është pajisur me një sistem të riftoje dhe ngroje për të garantuar kushte optimale në vendin e punës, pavarësisht temperaturave ambientale. Gjithashtu pllakat e godinës janë hequr për të zëvendësuar me parket të ri, por edhe porta hyrëse e drejtorisë së veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve është vendosur, ku shkallët janë ndërtuar në mesin e institucionit në fjalë, duke u zhvendosur nga brenda godinës për të dalë një korridor të përbashkët me drejtorinë e bujqësisë. Projekti i cili ka nisur në muajin dhjetor të këtij viti, pritet sipas informacioneve të përfundojë brenda një afati të shkurtër kohor, ndërkohë që institucioni gjatë gjithë kohës, pavarësisht punimeve, ka funksionuar duke ofruar shërbim tek qytetarët, pavarësisht pengesave të asura nga punimet e kryera aty.